më morën fund hallet e shqiptarëve me atë se çka ka ndodhur me këto ndryshimet e fundit, me kryetarin e ri të Spagut, siç është Klodian Brau, dhe me avokatin më të fund që arritëm ta njohim, që është Endri Shabani, që u zgjodh. Pra, u propozua me firmat e PD-s dhe u zgjodh. Se propozimin da unë, çfarë propozimi është? Jo, u propozua nga Po lëreti të çaj propozim ka mon propozim. Dgjoni këtu. $100.000 apo euro i bjen Shqipërisë $10 miliard. Ky është basti që unë bëj me juve. Të tërë së bashku të mbledhim $100.000 dhe ne do t'i japim Shqipërisë $10 miliard, bile çik më tepër. Sepse janë parat që po na vidhen për ditë. Dhe po na vidhen nga dora e Klodian Braos. Po. Pa ju zgjodh kryetari i Po u zgjodh pikërisht për këtë arsye erdhi çun. Pikërisht që të mos na kthehen mbrapsht ato $10 miliard të grabitura. Mirë, le ti marrim tek tani të bëjmë një analizë, ne kemi thënë ndoshta edhe në copsa të tjera, të videot të tjera, në çdo dalje tjetër të Engjëllit te kanali Pisk, por këtë herë të bëjmë një profil. Kush është Klodian Braho dhe sa e meriton ai që të jetë kryetar i Spakut? I pari i Spakut. Atëre, për ata që zgjodhën e meriton 100%, për ne është varianti më i keq i mundshëm. Për shqiptarët, Po. Për drejtsinë shqiptare është varianti më keq. Më i keq i mundshëm. Po çfarë arsye është më i keq? Atëre, dy fjalë. Klodian Brau ka mbaruar shkollën në X vit, një vit para se të vija unë këtu. Dhe mos harrojmë që në vitin duke filluar që nga 2007-2008 diçka e tillë. 2007. Dhe në vitin 2005 autoritetet italiane kërkuan që unë të ikja nga Italia, por më përpara kishin pretenduar që unë isha i rrezikshëm. Dhe këtë punë ka bërë Giuseppe Monforte, një njeri që ka drejtuar Digos, departamentin e timit për krimet kundër shtetit në Itali, një njeri maskara në kuptimin e mirë fill të fjalës, sepse tentativa e tij ishte me qëllim që të më eliminonte mua. Me pretendimin se unë përbëja rrezik, por ishte komplet e kundërta. Një nxitje që vinte direkt nga Nicolas Sarkozy dhe nga stafi i ambasadës franceze në Rom. Me që doli blov zotëria, e kupton? Dhe unë fitova dhe gjyqin në Rom, në 19 prill të 2006, zotëria ka ardhur në Shqipëri. Dhe që sot e kësaj dite jeton këtu. Jeton këtu kë. Ka 20 ditë jeton këtu. Po, shkon e vjen s'ka rëndësi, po. Do të ka një rezidencë këtu. Ka një bazë, ka një shtëpi, më duket ka familje tjera. Dhe natyrisht aktivitete. Zotëria ka mashtruar policinë shqiptare me vite të tëra, e ka manipuluar dhe e ka trajnuar në mënyrë të tillë që të bëhen të tërë mafiozë ato si janë. Shërbejnë aty, edhe kauzës aty. Dhe gjithë kupolës që kanë me vete. Ambasada italiane ka punuar në mënyrën më të keqe të mundshme për të futur duart kudo në Shqipëri. Pastaj francezët, amerikanët, ngadalë grekët, e tjerë, gjithë bënë pjesën e vet. Dhe Klodian Braho, që ta fillojmë tamam ne. Tani Klodian Braho po thuaj që është i ndërtuar nga vetë ta që në fillimet, që para se studionte për. Po, pra, që para se të vija unë këtu. Po, që para se të vija ti. Dhe në periudhën 2005 dhe 2008 që unë vazhdoja të isha në Itali, se kishte një vendim të kuesturës dhe prefekturës së Romës që unë t'i ikja, po kishte një vendim gjykate që nuk i lejonte ata që më dëbonin. E kupton? Dhe dihet që gjykata është gjithmonë me forcë ata. Dhe gjatë gjithë kohë janë bërë një sër lëvizjesh nga italianët dhe amerikanët në Shqipëri. Fillimisht që të më binin mua këtu dhe të më jepnin poste të rëndësishme, me që unë nuk i pranova, ndruan fletën. Të blinin. Po, kthyen fletën prap. Dhe gjatë gjithë kohë ata kanë përgatitur njerëz, kanë bërë lëvizje, kanë vënë në lëvizje vetë Sali Berishën e të tij për të grabitur nga dal dhe për të marrë prona që nesër pas nesër mund të bëheshin objekt bazë për ata. Një nga këto variante ka qenë dhe Klodian Brau. Klodian Brau e ka filluar periudhën e tij të parë të punës në Berat. Njësoj si Petrit Fusha, njësoj si Arenc Qela,
Këto nuk janë të pa qëllim të thua ti. Të tëra janë të qëllimta. Të qëllimta. Të tërë këta njerëz janë trajnuar që në fillim për të pasur pjesë të pushtetit. Po le të vimi tek ajo që është plotësisht e dukshme dhe e dokumentuar. Po. Ato se çka e kanë më të thjeshtë edhe njerëzit ta kuptojnë me këtë çka po thua. Këto mund të merren si amendje, po. Si variante hipoteza, ndërsa ne do merrim me ato që janë të dokumentuara. Po. Në vitin 2017 unë kam bërë gjithmonë kërkesa për punën e Alpetrolit, po në vitin 2017 jam drejtuar Ministrisë Brendshme. Në fillim Fatmir Xhafës dhe pastaj Sandër Leshajt. Me sa di unë, tash kjo betet për të vërtetuar, po me sa di unë, Sandër Leshaj e ka çuar në prokurorinë për krime të rënda. Dhe me sa di unë, ka qenë edhe arsyeja kryesore pse Edi Rama e ka përjashtuar. Sandri, no? Sandër Leshaj. Pse çoi Brown te prokuroria jo, pse çoi çështjen e Alpetrolit në prokurorinë për krime të rënda. Për çfarë arsye pse bëri gabim domethënë Lesha që e çoi atje? Sipas Ramës. Po pse? Sepse Rama nuk donte, është pjesë e lojës, ka qenë pjesë e përfitimit. Këtu ka filluar krizja domethënë midis Ramës dhe Leshajt. Nese, si përfundim... Se dhe e pati të shkurtër afatin e tij që qëndroi si ministër. Si përfundim në dhjetor të 2018-s... Ka qenë e kohë që lëviznin shpesh ministrat e drejtësisë. Po pra, po pikërisht për këtë arsye lëviznin. Ministrat e rendit e ministrisë. Për këtë arsye lëviznin. Po. Sepse unë kisha në shkurt të 2018-s, unë kisha kallëzuar edhe Fatmir Xhafën, edhe Arben Ahmetaj. Për korrupsion nga ambasada italiane dhe nga Banka Intesa San Paolo. Po. Ashtu. Dhe në dhjetor mos gaboj unë, SPAK, më falni, prokuroria për krime të rënda, domethënë siç e bëra akoma SPAK, kishte hapur një hetim për Alpetrolin. Edhe unë e dil aty dhe kërkoja që të merrej informacion. Takoj njërin, takoj tjetrin, takova 3-4 nga këta prokurorët, që marrë vesh që i kishte Edvin Kondili më priti në zyrë, me shumë mirësi dhe po më tha mua se ka mund të punë, tha. Nuk e di se kush e ka. Nëse, si përfundim, më pret në zyrë zëvendës drejtori, do më thënë Klodian Braho. Unë kisha kërkuar takim me krye prokuroren, Donika Prelën, si e ka emrin, duke të shua ka pasur emrin, dhe më priti Klodian Braho, si zëvendës. Kemi bërë një takim relativisht të gjatë, do më thënë nuk ishte kështu 1 minutë, 2 minutë, dhe dy kërkesat e mia isha që të merrej informacion mi çapo bëj për çështjen e Alpetrolit dhe për çështjen e Petrit Fushës. Dakor. Ai u mundua me të reformat, siç ta kam thënë, që të bënte presion kundër meje, të mos më lejonte të flisja, dhe të mos më lejonte të shkruaj dhe të më anashkalonte komplet, të më përjashtonte me fjalë nga procesi. Për të mos futur në detaje, më dërgon një shkres sipas të cilës që ti nuk e të drejtë të marrësh informacion nga ana jonë, sepse nuk je as i dëmtuari, as kallëzuesi, as gjepegje. Unë një të mbledhur dokumentacionin dhe ja vërtetova që unë jam i dëmtuari dhe jam pjesë e procesit që në sekondën e parë, domethënë që në 2012-ën, për çështjen e Alpetrolit, domethënë tenderin e dështuar, ku doli fituesi Rezar Taçi. Tash i dëgjoni mirë. Jo më larg se dje ky zotëria pasi u zgjodh, ka pretenduar se ky ishte ai që kërkoi arrest për Rezar Taçin. Po, për çështjen e parave 18 milionë gjysmë euro. Se që pompojnë shumë edhe nëpër media që thonë që është nga ata që pikërisht se është kundërta. Po pikërisht se është kundërta. Jo vetëm për të bërë edhe për incineratorët. Po pra, pikërisht është i veti prokuror. Atëherë në të dyja rastet është e kundërt. Është e kundërt. Si është e kundërta? Është e kundërta. E asaj siç ka thonë mediat, që thonë që është i vetmi që për Rezar Taçin, edhe nëse ai ka bllokuar 18 milion euro, në fakt ka fshehur 1 miliard të tjera. Është si puna atyre që kapin 1 kile kokainë dhe fshehin tonelata. Pikërisht ky, ndërsa për çështjen e Arben Ahmetajt, ky duhet të arrestonte Arben Ahmetajin, po ky e mbylli hetimin. Sepse Arben Ahmetaj në të njëjtën kohë duhet të arrestohej nga prokuroria e Tiranës. E kupton? Domethënë, ky në të tëra rastet ka bërë të kundërtën e asaj që pretendon ky dhe pretendojnë të tjerë. Ata që e zgjodhën. Sa për djeni, ky është kallëzuar disa herë nga unë. ILD-ja i ka të gjitha materialet dhe ILD-ja është e pamundur që këto materialet mos ja ketë kaluar KLP-s. Domethënë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Atyre që e zgjodhën, domethënë ata e zgjodhën me ndërgjegje të plot, pikërisht për ta pasur si
Pra po thuaj që Klodian Brau, kryeprokuror të Spakut, zgjodhi KLD-ja, KLP-ja. KLP-ja, ndjes. KLP-ja KLP-ja. e ka zgjodh. Amerikanë domethënë. Po, se këtu do të nxjerrim edhe një detaj tjetër që një ditë më para se të zgjidhej, pra para se të zgjidhej dje Klodian Brau, një ditë më para kishte takim me amerikanët. Normale. Po normale. Pra se kishin nxjerrë edhe një foto ilustruese takimi dje, sot u zgjodh. Mos haro një gjë që para një jave unë të thash, kam thënë që ata bëjnë çdo gjë kundër meje. Domethënë Karshillaku është drejt për drejt kundër meje. E mban mend që para një jave unë të thash ty që këta zotrin, po të vijem unë në pushtet, nuk i qas të asnjerin, do t'i dëboj të tërë. Po do t'i dëboj, jo se do t'i dëboj nga Shqipëria, po do t'i dëboj nga institucionet. Si funksionar ku janë, po, pra, pozicionet që kanë. Gjithsesi të mbaj vendin atje ku ka, të bëj ato që thot diplomacia dhe të mos futen në institucionet tona. Dhe ata qëllimisht mblodhen të tërë atje. Për të më treguar mua që ne, ty, nuk të lem asnjë kundi. E kuptove? E qartë. Atere. Dhe ato pyetje që kanë bërë ata, ato pyetje koti, për shembull, për të marrë një gjë, jo se kam simpati për Klodiana Lalën unë, ti e di që unë kam një situatë konflikti me Klodiana Lalën, por sido që tjetë ajo është observatore shumë e mirë. Ajo dëgjon dhe shikon. Dhe me disë të tjerave ajo ka vërejtur që disa nga ata që njerëzit që janë më me eksperiencë dhe më profesionistë në fushën e jurisprudencës, që janë dhe antarë të KLP-s, nuk e kanë hapur fare gojën. Fare. Si kanë lejuar të hapin? Jo. Ose kanë qenë presion? Si? Kanë qenë presion më përpara, ata kanë qenë përgatitur që më përpara, e dinin që kështu do të ndodhte. Pra një pjesë e tyre e madhe kanë ditur që Klodian Brau do zgjidhej. Dhe unë, po të thash unë ty, dy nga kandidatët që bile unë e kam kërkuar atyre specifikisht, që këta nuk mund të kandidojnë. Domethënë Doloreza Musabelliu. Meqense ju je një nga njerëzit që unë e vlerësoj më shumë që njihni ligjin më mirë se sa nga këta njerëz që dalin flasin nëpër media etj, ose edhe që janë pjesë e sistemit drejtësisë shqiptare. A duhet të ishte Klodian Brau sipas ligjit? Mund zgjidhej domethënë? Jo. Për çfarë arsye? E thjesht fare. Tash unë do t'ju bëj një shembull tjetër që ju ta kuptoni se ç'do të thotë një i zgjedhur në pozicion të tillë. Unë do t'ju marrë shembullin e Ilir Metës. Në 2017 Ilir Meta u zgjodh president, në 2011 ishte zvendës kryeministër, dhe në momentin që doli një situatë konflikti, domethënë ai u denoncua, u kallëzua tjera, dhe domethënë u bë ndjekje penale kundër tij, ai ç'a bëri? Oqidor nga posti. Edhe pse me të tëra të këqijet që ka Ilir Meta dhe nuk diskutohet që ai e ka mbushur dhe ka zbrazur kupën, ai bëri një akt që i përshtatet ligjit. Domethënë, oqidor nga një pozicion që e vinte përballë një situate që quhet situatë konflikti. Konflikti rend interesi. Sot Klodian Brau është njeriu me konfliktin më të rend interesi që ekziston. Është i vetmi njeri që nuk mund ta mbajë atë pozicion. Njësoj si Altin Dumani. Me që se doli do t'i bëjmë profil, kush është më keq për shqiptarët? Altin Dumani që ishte Altin Dumani, po Klodian Brau. Pra, po shkojmë për ta të pjetë për të poshtë. E mban mend çat kam thënë para ca kohësh që kur bëj zgjedhja për president, për president në vendet e Europës dhe në Amerikë, nuk zgjidhet me kush është më i mirë se tjetri, kush është më keq, kush është më pak i keq. Po këta janë më keq se i keq. Pra, Klodian Brau është më keq se sa Altin Dumani? Vështirë ti ta thosh. Është garë të keqës, ë? Është garë të keqës. 1 centimetër më lart, 1 centimetër më poshtë, ata janë njësoj. Njeri më negativ se tjetri përsa i përket zbatimit. Dhe mos haro, ata janë zgjedhur atje pikërisht sepse janë të shantazhueshëm. Po ato 3 tjerë, për shembull kandidatët e tjerë, ato kanë thënë shqyqyr që nuk na zgjodhën ne? Ha? Si është? Jo, ata janë ajo lloj gjelle që nuk thon shqyqyr që nuk na zgjodhën. Ata do bënin gjithçka për t'u zgjedhur. Ashtu, po. Por duhet të dini një gjë që ata janë të bindur të sistemit. Domethënë, nëse dikush ju ka thënë, po, janë ushtar. Nëse dikush u ka thënë që shikoni zotërinj, ne topin do t'ja hedhim këtij shokut ton. Edhe ata kanë mbyllur gojën, ti je i sigurt.
nuk janë të zotrit të kundërshtojnë. Dhe ato intervistat që kanë bërë atje ka qenë fars. Po. Kaq. U duket më shumë ishte një show, më shumë u kthy në batuta. Ishte i domosdoshëm për të qenë show. E kupton? Ishte një Po mos harroni një gjë. Një ushqim për gjithë shqiptarët. Mos harroni një gjë se nuk e prura kot shembullin e Ilir Metës. Ashtu do përfundoi dhe Klodian Bra. Si Ilir Meta në burgë? Që më keq. Po nga kush më Angel burg, se ti ne po themi jo, ne po e thon gjithë që këto i ka Amerika. Kush do t'i çojmë burg këto? Edhe njeriu nuk kuptoni një gjë që po mos sa shumë gjëra s'kuptojmë, kjo është. Dëgjoj këtë. Amerika bën shumë veprime. Duke lozur rolin e të fortit. E kupton? Po mos harroj që vjen një ditë që Amerika këta po i quan vetë budallënj. Po flas me gojë presidentit amerikan, no? Domethënë, këto nuk është pikët e mi. Po. Dhe ai nuk është i vetmi që i quan kështu. Tash unë këtyre zotrinjve do t'ju bëj një pyetje, ashtu siç e bëre ti. Po. Ora, kush i shërbejnë këta? Se mirë, në këtë moment po mi bën Dem Angel Lucas. Po kujt i shërbejnë? Po kujt i shërbejnë, domethënë çfarë rezultati do marrin nga kjo? Po. Do marrin një strukturë të ligjzbatimit që do të rrisin korrupsionin dhe krimin e organizuar shtetëror. E dini çka ka ndodhur dje në Londra apo jo? Jo. 1600 traktor kanë bllokuar komplet Londrën dhe vetë kryeministrin. E kupton? Edhe këtu Shqipëria drejt asaj rruge po shkon. Drejt asaj rruge. Se ka nisë ai Adriatic Lapa që është ulat e para kryeministrisë. Po akoma më keq në të tërë Europën. Europa po punon me duart e veta për rënimin e saj. Ato para që po më marrin mua, që janë 50 miliona, apo 100 miliona, apo 1 miliard, apo 10 miliard, i kanë paguar vetë me triliona. Përndem mua, po humbën komplet Afrikën njërë si fillim. Do më thënë, humbën shtetin motor të ekonomisë tyre. Po. Qoftë e Europës, qoftë të Amerikës. Gjithçka, vetë, ata gjithçka e bëjnë së prapëti. Ata merren me inate personale kundër meje, më bën armik mua se deshën, se unë isha miku i tyre më i mirë. Po tani gjitha këto kauza që keni ngritur ju Angel, a mendoni se do të zgjidhen tashmë që u zgjedh dhe avokati i popullit si Endre Shabani? Atëre, avokati i popullit, që ta marrim çik më shtruar, po, është një institucion oponence. Është de jure, de facto. De jure është një institucion oponence. De facto. Them çfarë është institucion. Po. Dhe institucioni në përgjithësi varet nga kreu i tij, siç e dim neve. Kreu është zgjedhur nga Partia Socialiste, po Partia Socialiste jeni të sigurt që nuk bënte dot një zgjedhje tjetër, domethënë nuk zgjidhte dot njeriu. Ishte detyruar. Nuk e zgjedh dot njeriu në vet. Po. Për institucionalisht kreu i avokatit të popullit zgjidhet nga opozita. Po. Sepse është institucion oponence. Po. Endre Shabani deri tani ka qenë një njeri në opozit. Dhe në atë pozicion është, si thua, brenda profilit të tij. Tash ti mbetet për Endre Shabanin ç'a do t'rregoj. Nuk mbetet për Angel Lukun të flasi se ç'a do bëj Endre Shabani. Çfarë vlerësimi keni ju për zgjedhjen e tij si avokat i popullit? Nuk kam asnjë vlerësim për atë drejt për drejt, po ashtu siç pas ka thënë dhe zoti Saljani, ne ja u dham vet atyre. Institucioni i oponencës është i zgjedhur nga vetë partitë, jo, qeveria dhe opozita. Jo, opozita u tregua aq budallaqe dhe aq konfliktuale me veten sa ja dhuroi Partisë Socialiste. Edhe ato e votuan, po pra. Ata votuan. Normalisht e kupton ti çfarë po them këtu. Këta mundohen të bëjnë të kundërta me mua apo me ndonjë tjetër, po bëjnë të kundërta me veten e vet. Po këtë njerëzit, a e kuptojnë njerëzit shqiptarët? Ti je i sigurt që shumë e kuptojnë. Është çështje akoma se shqiptarët janë jashtëzakonisht të tulatur, të trembur dhe në konfuzion të plot sepse amerikanët të radhë të parë kërkojnë të mbjellin kaos. Është një mënyrë e tyre një strategji. Kaosi të mbjellin akoma Shqipërinë, se Shqipëria në kaos është. Shiko. Ku kanë lek vetëm doktorët? Tu kanë lek vetëm doktorët? Shqipëri. Tu është jetese për doktorët, për prokurorët, edhe për policët. Unë kam biznes, nga unë që pëshef. Quem Dorian Asani, jam nga Durrësi.
Kam 30 vjet me biznes. Dhe tu në Shqipëri, tu vetëm doktorat kanë lek. Ti dhe unë jemi shtresa tret. Je dakord tani? Ti lufto qatë të dush, edhe ti lufto dhe unë e ky. Lufto qatë të dush, po ke shtresa tret do rrim ne. Dakord? Ne. Jo po, Angel i thonë qofse do ti të rish aty, se ne Kush e Angel? Ti do prandaj. Zotëria. Angel. Zotëria. Ti do prandaj rri aty. Jo pra se tu po s'pate mik, E po unë kam vetëm armiq. Më pëlqen të kem armiq. Nuk kam pëlqen. mirë. Atë ke është zgjedhja jot. Zgjedhja ime. Po edhe joti është zgjedhja jot. Po them, Edhe ti ke përgjigjen tënde. tu Ti ke zgjedhur që të dështosh pra, të pranosh humbjen. Ti që të kesh miq dhe të rish në gjunjë. vetëm pleq ke, vetëm pleq. Po pra, do t'i sjellim, Vetëm pleq ke. do t'i sjellim të Tu rinj. në 2 natës është me vojt batanie dhe me hik. Mirë. Kalosh. Kupton? Por është net, Gjithashtu. Zoti ju rujt. Faleminderit. Krejra së shis na erdhi ky zotëria. Po. Tha ato që tha që i dëgjuat juve. Kjo është ajo që thonin pjesë e madhe e shqiptarëve. E sigur, domethënë këtu shteti dhe miqt I kanë bërë njerëzit që i kanë bërë njerëzit që të mendojnë kështu. Dhe ata bëjnë gjithçka që njerëzit Këtë të të pyesë tremben. unë gjithmonë ty. Si do ta luftojmë me këtë mendësi? S'është kthyer edhe mendësi kjo. Është kthyer. Do luftojnë veten e tyre ata. Kush do luftoj veten e tyre? Ata. Këta njerëz si Jo, Gudjari. ata që mendojnë se kanë pushtetin. Si do luftojnë veten e tyre? Siç kanë luftuar deri tani. Edi Rama do burgosin Ilir Metën. Do ngrihet Sali Do Berisha hajnë kokat e njëri tjetrit. Po si shkotohet atë? Amerikanët kanë filluar të hanë Edi Ramën, po nuk duan të hanë, bëjnë sikur. Po unë do t'i bëj që të hanë me të vërtetë. Moment. Angel me këto dy zgjedhjet e fundit, kryetari i Spakut dhe avokati i popullit. Çfarë do të ndryshoj për Shqipërinë, për shqiptarët, për ne? Do përshpejtohet arrenia e regjimit. Do e përshpejtohet. Po. Je i lumtur pra me këto dy zgjedhje? I lumtur në kuptimin që përshkojnë më në humner këta edhe si e shef domethënë. Unë nuk jam i lumtur, po e di që është logjika e Ishte asaj e pritshme nga ti? po e kam përgatitur unë. Gjithë këtë që t'ishte Endri Po, Shabani, avokati i popullit dhe Klodian Brau. Jo, për Endri Shabani nuk ka rëndësi sepse Po, siç se- e thash mund të ishte Endri, mund të ishte dikush tjetër, do të ishte një figurë. Po. Për Klodian Brau pra. Klodian Brau tregon kalbëzimin e sistemit. Klodian Brau është njeri plotësisht i shantazhueshëm dhe nuk do bëj gjë tjetër veç se do ta kthjelloj situatën që njerëz të këtij lloji të kuptojnë se çfarë regjimi kanë në kokë. Se deri tani pjesa më e madhe e pushtetit mbahet nëpërmjet Pra mashtrimit. do ta bëjmë më të qartë ne që s'kuptojmë, ne do ta shohim më kollaj Të tani. qartë do ti? Kush e arrestoi atë Erion Velier? Olzdado. E dëgjon me emrin e Olzdados ti Po, deri ku, para 3-4 muajsh thoshin që mund të jetë e ardhmja e Spakut. Ha. Ku është tani? Ku është tani? Ku është? As miza nuk i dëgjohet. Pse çka e kanë bë? Ku dëgjon? Po i që po e kanë marrë vesh të tërë, që ai ishte më i korruptuar se ai që Se ai që arrestoi për Që korruptim. arrestoi për korrupsion. Dolorenza Musabelliu, që gjasme të vinde aty, shikoj e mirë. Se ajo ka marrë në mbrojtje prokurorët që më kanë grabitur mua dhe gjyqtarët. Dhe ajo merret nga ana e vet, merret në mbrojtje nga Altin Dumani. Altin Dumani merret në mbrojtje nga Flojera Davidi. Po Altin Dumani çfarë pune të bëj tani? Në Shqip do thosha një fjalë. Po thuaj. Ku do iki tani, se ka qenë Jo, një dhe nga do- kryetarët jo, e institucioneve më të rëndësishme në Shqipëri. Jo, s'do të thotë gjë, ai vazhdon të jetë prokuror aty. Do jetë prokuror prapë Por- aty. Do ai do shkojë vend Klodian Braus, Klodian Brau vend të tij. Tashi këta nga janë bërë njerëz Po nga qeshara. ana e profesionalizmit, për ta mbyllur tani, Klodian Braun si e vlerëson nga ana e profesionalizmit ose le Shiko të themi këtu, studimeve, më dëgjoj- trajnimeve, më dëgjoj që certifikimeve, këtu, përgatitjes që ka, çështja- meqense e keni takuar dhe nga afër. Si e vlerësoni për te pjesës çka kauze ose ku i shërben? Shiko, Si nëse individ, si profesionist, si e vlerëson? dëgjoj A është i këtu, përgatitur? nëse do të përjashtoj ata anën që Po. nga ana e tij ka mungesë vullneti Po. për ta zbatuar ligjin ashtu Ai siç tha është. që do të ketë gjithmonë Prit. vullnet nga po. Nëse do përjashtonja anën e vullnetit, do thosha që ai është kokre ignorantit profesionalisht. Jo. Po. Profesionalisht është kokre ignorantit. S'është njohës i mirë i ligjeve? Tani, të thash, prandaj ta bëra atë që
nëse do ta heqim atë pjesë. Po dyshimi im, ashtu si për të tëra rastet e tjera, është që këta jo se nuk e njohin ligjin, po se lozin rolin e budallajt. Nuk duan të bëjnë atë që thot ligji, jo se nuk e din. Ai e di shumë mirë që është në konflikt interesi me mua. Dhe ç'a bën? Altin Dumani Kastile e vuri shef seksioni në atë seksion ku unë kam të gjitha kallëzimet. Ai e di shumë mirë Klodian Brao që në bazë të nendit 75A, të gjitha grupet kriminale, sidomos ku përfshihen prokuror, gjyqtar, ministra e tjera, janë të detyruar të hetojnë në SPAK. Ai ç'a bën? I merri degdis në Durrës. Janë 13-14 kallëzime të degdisura në Durrës. Dhe unë një ditë do t'ja mbledh të tëra, do t'i bëj një valigje kaq. E kupton ti? E do i them, këta të tërë tash, merri futi të tërë në një fes. Ka që thjesht është. Miq të nderuar, të dashur fort, ju përshëndesim, ndiqeni deri në fund çdo sekond dhe mendojeni mirë në cilin pozicion jeni. Se ku po shkon Shqipëria, në pozicionin ku jeni ju, siç ishte edhe zotëria që erdhi pak më parë. Nuk është zgjidhje kjo, se vazhdoni pas e komentoni nga jashtë, nga diaspora, kudo ku jeni, o çoni. Po ju që O shqiptar, aty bëj një t'ju rikujtoj Se diçka. s'është nevoja me shku me netit kryeministëria si ti klapaj, me net atje. T'ju rikujtoj diçka unë. Edhe kjo që juve. bëjmë ne është një formë proteste. Shqipëria ka marrë emër një nga mbretëresha Teuta që theu romakët një dyja në historinë e shumë herët të Shqipërisë. 2 nga Skënderbeu që është mban tamam emrin e Shqipërisë dhe që keni këtu, sepse ju kundërvu pushtetit më të madh absolut që mbante epoka, perandorisë otomane. 3 fitoi respekt kur fitoi pavarësinë në vitin 1912 ku shqiptarët më të mençur dhe më guximtar na dhanë këtë Shqipëri të lirë që jetojmë sot. 4 sepse lufta partizane pruri heroizmin e një populli të tërë që dëboi që këtu ushtrit më të mëdha të kohës. Italinë fashiste dhe Gjermaninë naziste. Dhe mos harroni që Italia fashiste këtu ka qenë, domethënë është mundur nga një popull që ishte jashtëzakonisht më i vogël në numër, në armatimin ç'a duash ti. Dhe mban mend edhe epokën e Vlorës ku një cop Vlorë dëboi ushtrinë më të madhe të kohës e hodhi në det. Nuk vjen asnjë lloj populli, nuk respektohet se ri në gjunjë. Respektohet vetëm kur tregon forcën e tij. Madje edhe ushtuesit do ta respektojnë atë Pikërisht, popull që pikërisht. Ki po një rezume shumë saktë dhe shumë nevojshme Angel në këtë ditë ku jemi, në këtë pikë ku është Shqipëria. Nëse doni të rini si ky zotëria këtu që mendon se Shqipëria kështu e ka, kështu do mbetet, ashtu do mbeteni. Miq, ju përshëndesim Angel. Ngrihuni në këmbë, bashkoni forcat që të luftojmë këtë pushtet budallënjsh e maskarenjsh. Nuk ka më të rrezikshëm se budallënj, bajeni mend. Ju përshëndesim. Qofshi mirë.